Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, për gjithë teleshikuesit e rregullt të emisionit tonë, por që nuk janë përpara ekranit, kanë një tjetër mundësi udhëtarët. Jemi live edhe në Radio News 24. Ditën e sotme do të ndalojmë tek ngjarja e rëndë që ka ndodhur vetëm pak ditë më parë në qytetin e Lushnjës, një sulm brutal nga një 17 dhe 20 vjeçar përkundrejt një personi me aftësi të kufizuara i cili nuk flet dhe nuk dëgjon, është 44 vjeçari i cili po lufton me jetën në spitalin e traumës. Nëna e 44 vjeçarit do të jetë pas pak me ne, zonja Fatbarda Hysi. Fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj. Një ngjarje e rëndë ndodhur vetëm ditën e njëjtë në Lushnjë ku dy të rinj 20 dhe 23 vjeç kanë goditur me gur 43 vjeçarin Fabiol Cani. Ngjarja tronditi opinionin publik. 43 vjeçari i cili nuk flet dhe nuk dëgjon u transportua te Spitali i Traumës në Tiranë. Nëna e tij Fatbarda Hysi ka deklaruar se gjendja e tij shëndetësore vijon të mbetet kritike, ndërsa ndodhet te trauma. Të premten Fabioli u nënshtrua një operacioni, por gjendja shëndetësore e tij vijon të jetë kritike. Ngjarja ndodhi ditën e njëjtë kur djali sapo doli nga xhamia, dy djemtë e tjerë goditën me gur, njërin prej tyre e kemi fqinj, ndërsa tjetrin nuk e njohim. Këto ishin fjalët e nënës së Fabiolit. Ndiqni emisionin. Fabiol Hysi, 44 vjeçari i cili nuk dëgjon dhe as nuk flet, një sulm brutal që ka ndodhur pikërisht ditën e njëjtë, vetëm pak ditë më parë sapo ka dalë nga xhamia, është sulmuar menjëherë nga një 17 dhe 20 vjeçar që gjykata e Fierit ka lënë me masën e arrestit burg pa afat. Në këto momente që flasim, gjendja vazhdon të jetë kritike dhe nga ambientet e Spitalit të Traumës do jemi pas pak me nënën e Fabiolit, me zonjën Fatbarda, me mua në studio do t'jetë avokatja zonja Gjeni Londë. Përshëndetje, mirë se erdha. Në krahun tënd Eksena Qirici, psikologja jon klinike, përshëndetje, mirë se erdha. Do të flasim se si bullizimi dhe jo vetëm kalon nëpër masa edhe të një sulmi agresiv siç ka ndodhur edhe me 44 vjeçarin, ndërkohë që përshëndet zonjën Fatbarda. Zonja Fatbarda, përshëndetje. Po Elvis, përshëndetje. Në radhë parë duam të dim si është gjendja e Fabiolit, sepse jemi live dhe drejt për së drejti nga Spitali i Traumës. Gjendja është e rëndë. Nuk ka shu, akoma reagimi nuk ka bërë, akoma. Sot pyetëm mjekën dhe do bëjmë veprimin e zgjimit. Po. Shohim tani se sa rezultati ka. Jemi pak ditë pas ngjarjes dhe nga Lushnja ai është transportuar në mos gaboj ditën e premte drejt Spitalit të Traumës. Jo, tente në darkë me njerë. Tente në darkë. Ju dha ndihma e shpejt, po, ju dha ndihma e shpejt. Ju dha ndihma e Qof shpejt. nga policisë, qof nga mjekësia, po. Qartë. Ju dha ndihma e shpejt. Qartë. Për një orë ne erdhëm në Tiranë, po. E qartë. Ju vetë zonja Fatbarda si e mësuat ngjarjen dhe ju lutem regjia ngrim pak zërin në studio, po. Më mori një mikesha ime, shoqja ime e ngushtë, e kishte parë se ai djali, një pisaj e kishte e parë fëmin të rënë në rrugë, e kishte kthyer përmbys, e kishte parë fëmin dhe kishte lajmëruar policinë me gjithë spitalin. Po. Ambulancë. Dhe në atë po unë isha në shtëpi të e prisja dhe ajo shoqja më bën bisedë. Më thot, ku e ke djalin? Unë i thash është në xhami. Dhe pastaj më tha mua djali është në spital, e ka ngoditur. Unë nisa drejt në spital pastaj e pash gjendjen e djalit. Po. Gjendje të rëndë. Mjekët i bën skanerin aty, e pa reagimin se kishin, edhe policia e dinin se mos kishte bërë aksident në një makinë, e ishte përplasur, pastaj bën skaner dhe pa rezultati ishte i goditur me gur. E qartë. Gjendja me të cilën ti u përballe në momentet e para në Spitalin e Lushnjës, kush ishte? Ti e the me pak fjalë, por do donim të dinim diçka më shumë, ndjesia e nënës. Jo, mjekët diles më lanë brënda, po merreshin me skaner, se kishte hemoragji nga goja, i përplasi me ushqim, domethënë ishte hemoragji që nuk e përmbladesh. Nuk mundet ta ndalonin. Pra ishte një hemoragji të cilën nuk mundet ta ndalonin. Ta ndalonin hemoragji nga goja,
të tmerrshëm. Kur pe djalin në atë gjendje, çfarë mendove? Unë isha vija vetëm të vija të merresh masa që ta sjellja këtu te spitali ushtarak me njerë. Po e thanë edhe doktorat e nisën vetë. Pa më pyetur mua fare, e nisën vetë. Morën doktorin animator, 2 infermieret, mjeku tjetër e nisën. Unë si fare. Pra që në spitalin e Lushnjës, Fabioli, do me thënë, ka qënë jo koshient. Jo koshient, jo koshient, jo koshient, jo. Po, gjithsesi, ju vetë si familje, ti si nën, mendove se çfarë mund të kishte ndodhur? Jo, në një aksident, ashtë në njëri, në një përplasje, në një, nuk e parafitur. Asnjë mjekët nuk e konstatonin dot. Pra, edhe mjekët nuk e konstatonin që ishte sulm, por menduan se ishte aksident. Po, aksident me makinë, po. Por, gjithsesi, ju e kuptuat në fakt, sepse shoqja juaj ju lajmëroi dhe ju pyeti ku e keni djalin, apo jo? Po, ku e keni djalin, unë im thash në xhami. Për sa kohë shkonte Fabioli në xhami? Shkonin çdo ditë ata, shkonin dënin sykyrin, hanin sykyrin në bazite. Hanin iftarin bazite, sa ka qenë ora ditën e njëjtë? Hanin atje iftarin, po, e hanin atje, po. Sa ka qenë ora? Ora ka qenë 8:20. Po, rinë ata, grup atje, një 20 veta, finojnë kafe në një gjë, dhe ai kishte dalë vetëm. Ata tjerët pasaj kishin dalë më mbrapa. Personat që e kanë goditur. Po, personat që e kanë goditur 17 dhe 20 vjeç, njiheshin me Fabiolin? Po, ku e di unë shketa? Pa, ta janë adoleshent, shneha i me ta, a i zbesh me ta fare, a i më tepër rinde me këta, të gjamisët e me shokët e vetë. Ju vetë, i njinit këta 2 persona? Jo, asnjë nuk njoh, vetëm familjen e atit me ndjemër Korreshi e njoh si familje, po atë tjetri nuk e njoh si familje, jo. Pra, ata nuk janë në një lagje me ju, të 2 personat? Jo, kemi ikur nga jo banesa e vjetën e ata, janë lagjen tonë në Skënderbjani, unë kam ikur në banesë tjetër tani. Sa ku keni larguar nga jo lagje? Sa ku keni... Kemi 18 vjetë, a i djali s'ka lindur fare, kemi 18 vjetë, me gjyshin e ti kemi qenë lagjen atë, nuk e kemi njohë. Këta 2 persona që kryen sulmin, kanë qenë pjesë e xhamisë që frekuentonte dhe Fabioli? Jo, nuk ka qenë, nuk ka qenë, pjesë marrë, jo, nuk kanë qenë. Pra, Fabioli bante Ramazan, apo jo? Shkonte çdo ditë në xhami dhe konsumonte dhe iftarin në xhami, apo jo? Po, atje konsumonte. Unë i bëja pasaj për ditën tjetër në mëngjes. Po, mbas iftarit, ai besoj se qëndronte në xhami, bënte ritualet e tij, bënin edhe bisedat brenda xhamis, gjithçka që duhet jetë brenda një muaji të shenjtë siç është muaji Ramazanit, dhe ka qenë duke dalë nga xhamia. Ku konkretisht në Lushnjë? Ma thuaj pak. Ku konkretisht? Në kryqëzimin. Mund të jetë xhamia 100 metër larg. Është në kryqëzimin e rrugës. Ka qenë vetëm Fabioli, ka qenë vetëm? I vetëm. Ata tjerë ndejtën larg dhe ata u prekën, si e lam djalin vetëm tha. Pa i iku tha, na i bëri me dorta dhe iku tha. Ta natën e mirë dhe iku tha. Këtë ritual kishte çdo ditë Fabioli? Pra që shkëputej nga xhamia ishte i vetëm? Nuk e di ditë e tjera, se ai ishi rritur, e komandon veten, nuk përse se komandon. Kush është problemi, zonja Fatbardha, që Fabioli ka? Ai nuk dëgjon dhe nuk flet? Po, nuk dëgjon dhe s'flet, po. Ka kryer besoj edhe shkollën përkatëse për persona dhe individ të tillë. E ka kryer shkollën? Kemi një probleme sa duket me këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Spitali i Traumës me nënën. Po na marrin telefon, prandaj pengohet telefoni, mos u mërzit. E qartë, e kuptojmë, por duhet në fakt edhe regjia të kishte rekomanduar që të mbyllim të paktën gjatë kësaj lidhje të gjitha thirrjet që vinë në telefonin tuaj. Atëherë, zonja Fatbardha, e ka mbaruar shkollën për persona të tillë që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë? E ka mbaruar këtu në medreseja. Po, deri në çfarë klase e ka mbaruar Fabioli? Në klase mbarojnë, 8 vjeçare mbarojnë. Ka mbaruar 8 vjeçare dhe nuk e ka çuar më tutje shkollimin e tij. Jo, po s'ka patur, nuk ka patur këtu kene. Okej. Nuk ka këtu shkollë. Dhe prej vitesh ju thoni vërtet nuk fliste dhe nuk dëgjonte, por ishte i aftë të menaxhonte jetën e tij normalisht. Po, normalisht, po. Është i aftë të lëviz, nuk ka probleme të tilla. Çfarë qëllimi kanë pasur 2 personat përkundrejt djalit tuaj? Ka pasur një konflikt, çfarë thonë dëshmitarët? Ka dëshmitar në këtë ngjarje? Nuk e di, ç'ne konflikti me ta, ka dëshmitarët, asnjë konflikt.
Qa konflikti do ke? Do ta kemë bullizuar, do ke ngatmuar ata, kush e di? Nuk mundet ta Po si arritë në një sulm të tillë, mundet të kundër përgjigjet Fabioli ndaj bullizimeve kur nuk fletë Jo, nuk dëgjon? Jo, nuk është përgjigjur. Jo, nuk është përgjigjur. Se po t'ishte përgjigjur, do ishin vrarë ata. Do ishin goditur, do ishin me gjak, do ishin me... Nuk është përgjigjur. Po si ka mundësi një sulm i tillë me përmasa kaq ekstreme? Elvis? Po, të dëgjoj. Si ka mundësi, si pas juve, si familjar që jeni, si ka mundësi që të ndodhi një sulm me përmasa të tilla? Kush e di si element ata? Si dim, atë do pyetur te shkolla, policia le të pyesin për shkollat, në institucione, si janë ata fëmijë. E qartë. Si janë ata fëmijë? Urdhë. Ju thoni pra që është policia që duhet pyesi në për institucione 17 dhe 20 vjeçari frekuentojnë shkollë? Patjetër, të shikoj si tjetë në shkollë, si përgjigjet ai fëmijë, si rregullon, si vete, si bëhet me shokët. Mendon se këta dy persona shkojnë në shkollë, i mendon seriozisht këtë gjë? Po, njëri po, është vit 2 gjimnaz. Njëri është në vit të 2 gjimnaz, 17 vjeçari besoj. Po, atë tjetër nuk e di, nuk të gënjej. 20 vjeçari nuk e dini. Po, nuk e di se s'ka marrë, nuk e kam iden. Si pas informacioneve që keni ju si familje, që ju ka dhënë policia, çfarë ka ndodhur atë ditë? Na ka dhënë policia asgjë se unë do vete të bëj kallëzim, se kam qenë gjithkohën tu në Tiranë, nuk kam lëvizur. Do vete të bëj kallëzim brenda javës, që të vete të shikoj, të marr informacion nga policia, se s'di gjë fare. Fabioli në këto momente është në gjendje kritike, thoni ju, por është në reanimacion, është në gjendje kome. Në reanimacion, në reanimacion është, po. Është i intubuar në gjendje kome? Intubuar, po, shumë mirë. Është i intubuar. Edhe mjekët sot, konkretisht, përpara se t'ynim në transmetim, çfarë të thanë? Tani më tha mjekja që e operoi neurokirurgja me gjithë profesorin Oldashin, ai tani do të heqim atë tubin, të shikojmë tubimin, t'ja heqim, t'ja zvoglojnë ilaçin, të shikojnë reagimin e tij se si do reagojë. Të shikojnë reagimin se ata nuk e din. Kur do ndodhi kjo gjë? Kur do ndodhi zonja Fatbardha? Po, sonde do fillojnë mjekët dhe nesër që të bëjnë graduat. Shikojmë tani. Sot e nesër do fillojmë sa. Pra nuk na ngelet gjë tjetër, vetëm t'i urojmë shërim sa më të shpejt Fabiolit. Urojmë t'ja dalë banë. Edhe ju unë vetëm ty të thash që do t'japë. Po, e di dhe për këtë gjë të falenderoj që më dhatë këtë intervist me zënë e figurë. Elvis, edhe ti falemnderit. Gjithsesi, ne duam të dim edhe diçka tjetër për fëmirin, edhe për jetën e Fabiolit. Sa është përballur ai dhe familja juaj, zonja Fatbardha, me bullizimin që është bërë ndër vite Fabiolit? Jo, nuk është bërë, nuk kam patur probleme, vetëm ai ka qenë i smur, dhe unë kam operuar atë në Atinë, ka qenë 15 vjet në spitale. Ai në 96-ën ka parë organizmin e tij që është mirë. Dhe doktoresha edhe Kocka i rregulloi Greku në klinikat greke në Atinë, te Hagia Sofia. Edhe aty u bë njëri kur i thon se ai binde Milingiti në spitalet e Tiranës ka vojtur gjithkohë. Vetëm aty mos i godisni në kokë. Vetëm ati mos ta godisnin. Vetëm ati mos e godisnin në kokë, thoni juve? Vetëm ati mos ta godisnin. Në faktën në një kem, në një gjë, po vetëm atë kokën jo. Shiko, bashkëmoshatarët e ti, jashtë xhamia, jo brenda xhamisë, se e di që ka një rol kryesor xhamia në jetën e Fabiolit. Jo, qytetarët e Lushnjës, në përgjithësi, si silleshin adoleshentët ndaj Fabiolit? Jo, nuk ka pas probleme, jo. Më shumë ka shoqëri. Më shumë shoqëri dhe te Radio Lushnja vete gjithmonë me ata, ndihmon shoqërinë. E ndihmon, edhe ku ka pas pugare më ka marrë mua Coca-Cola, ushqime i ka çuar në për familje të varfra. Pra kjo ishte hera e parë. Po, me bizneset i merr shoqërinë, vetë i çon mjete prerse, ata që nuk ligjojnë, që i ka më fukarin, ka shku në përfshata i ka çuar. Pra nuk ka qenë asnjëherë i bullizuar, thoni ju? Jo, nuk kam patur probleme, asnjëherë nuk kam patur probleme. Dhe kjo është hera e parë? Hera e parë? Kjo është hera e parë. Por me goditje fatale në fakt për shëndetin e Fabiolit. Do doja të dija, familjarët e 17 dhe 20 vjeçarit, a kanë mbritur për t'u interesuar për gjendjen shëndetësore të Fabiolit? Jo, ajo e 17 vjeçarit bilem me atë, unë prandaj bëra në rrjetet sociale që e nxora. As që u përmend fare. As të paktën më kërkonte ti ashtu të më thoshte, na ndodhi kjo ngjarje, na falësh, dhe unë nen jam edhe di problemet sociale që i dim për fëmijët. Qartë, askush nuk ju ka telefonuar, nuk është interesuar? Jo. Tani, gjykata e Fierit ju e dini që i ka lënë në arrest me burg të dy personat? Jo,
ai minorinin e kanë zgjedh, pa dje. Pra, 40 orë mbajtën. E mbajtën 48 orë dhe ka një tjetër masë arresti, thoni ju. Po. Ka masa lehtësuese për të. Së është minoren. Është minoren edhe kanë atë konventën evropiane dhe nuk mundet është në studim tani, studiojnë me shkollat, me këto, të shikojnë pyetje. Pra, ai e vazhdon normalisht jetën e tij, shkon në shkollë, ishte nxënës i vitit të dytë. Nuk do pyes se nuk kanë vajtur në polici. Do vete që nuk di tani, më kupton vetëm e mora vesh që doli, këtë mora vesh, të përgjigje. A keni ju një mesazh zonja Fatbarda për t'i thënë familjes së këtyre dy djemve? Unë për atë familjen e adoleshentit, sa atë tjetër nuk e njoh, po kjo duhet më kishte ardhur me qenë më nje. Tjetri nuk e njoh, nuk flas dot tjetri. Mund të jetë më agresiv, ai mund të jetë thya, nuk e di, por nuk e njoh. Po nëna e atij 17 vjeçarit, ajo është edhe mësuese, duhet të ishte edukatore për fëmijë, ose për mënyrën e komunikimit me mua. Kjo është. Mirë, unë nuk e di se sa do zbardhet e gjithë kjo ngjarje, a do jetë Fabioli, fillimisht urojmë të jetë mirë me shëndet, të zgjohet dal nga dal, dhe a do mundet ai të riprodhojë gjithë ngjarjen se çfarë ka ndodhur. Keni besim që nëse Fabioli ja del mban, që urojmë të ndodhi sa më shpejt, të ketë mundësi ta zbardhë këtë ngjarje? Dakord, Elis. Jo, nuk të dëgjuam. Atëherë, do ketë mundësi Fabioli për ta zbardhur sapo të zgjohet këtë ngjarje, ta riprodhojë dhe të thotë çfarë? Të zgjohet një në Elvis, pastaj shojmë bëjmë, nuk e di, nuk flas dot, nuk mund të flasim. Të falenderoj zonja Fatbarda, të përshëndes, për qafime nga studio emisionit Me Zemër të Hapur. Uroj t'ja dalë mban Fabioli. Do jemi bashkë në kontakt për t'informuar edhe opinionin publik se si është gjendja e Fabiolusit. Faleminderit të zonjë. Faleminderit, gjithë të mirat ju uroj. Dalim në hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e 2 dhe të 3 të këtij emisioni ku do marrim edhe mendimin e specialistëve tona. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi në pjesën e 2 të emisionit dhe menjëherë fjala do të kaloj për avokatën Gjeni Londo mbas një rrëfimi të rënditës zonjës Fatbarda Hysi. Një ngjarje shumë e rëndë që me sa duket është bërë mediatike, por ekskluzivisht me zë dhe me figurë për herë të parë, nëna e 44 vjeçarit ishte pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur në këtë dëshmi të rënditëse. Tashmë kemi një 44 vjeçar me aftësi të kufizuara i cili sulmohet një sulm brutal nga një 17 dhe nga një 20 vjeçar. Çfarë ndodh në të tilla situata, pse gjykata ka vendosur këtë mas sigurie që e përmendi edhe nëna e 44 vjeçarit, ndërkohë që do doja të dija se çfarë rrezikon në 20 vjeçari. Patjetër. Atëre, do doja ta nisja në fakt me kuadrin e normave ligjore që ne kemi për mbrojtjen e jetës dhe për cënimin e saj. Në nenin 2 të Konventës Evropiane Drejtat Njeriut parashikohet që drejta e jetës është e garantuar dhe ajo mund të preket vetëm me një vendim gjykate e cila ka një vendim për rastet ku bëhet ekzekutimi me vdekje në shtete të ndryshme. Ne kemi adoptuar në sistemin tonë të brendshëm konventa të ndryshme për të mbrojtur të drejtat e njeriut. E njëjta gjë është parashikuar edhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e cila garanton të drejtën e jetës, në nenet 15 dhe 16 të saj. Por, gjithë ky kuadër institucional i cili krijohet për normat juridike dhe institucionet të cilët duhet që të veprojnë në përputhje me këto norma për të mbrojtur jetën e individit, shikojmë që janë bërë të sënushme çdo ditë më shumë. Pra, cënimi i rendit juridik ndodh moment që kryhet një vepër penale. Veprat penale të cilat sa vijnë dhe shtohen. Nëse do flasim për rastet 2025-s, ne kemi rastet e konflikti luftës, sepse po dëgjojmë për ditë raste të dhunës që përfundojnë me vrasje, të aksidenteve të shumta dhe të vrasjeve të ndryshme që kryhen për motive midis personave të cilët kanë ndoshta dhe bashkëpunime kriminale. Por, ajo që ne vëmre në këtë rastin në fjalë, kemi të bëjmë me individi cili është me aftësitë kufizuara, një person i cili në komunitet është njëri pajtësor dhe një individi cili ndihmon dhe kontribuon për të ndihmuar personat të cilët kanë të njëjtë problematikë si ai. Në bazë duke referuar dhe dëshmisë të dhënë nga zonja e cila rrëfeu gjithë rastin,
do doja që në këtë rast të shikohej pak dhe dëshmia e personave të cilët kanë qenë dëshmitar okular, sepse një person i cili është pajtësor, nuk ka qenë konfliktual dhe merr një sulm të tillë brutal, diçka ka ndodhur, por sa është ai në gjendje ta reflektoj dhe të ketë mundësi të japi dëshmi në vetë mënyrën se si ka dhe problematikën, kjo duhet parë nga ekspertë të saktuar, të cilët mundet... Kamerat e sigurisë kanë referuar gjithë ngjarjen. Sulmi ka ardhur nga këta dy të rinjt, njëri 17 vjeçari me detyrim paraqitje dhe ai në arrest me burg 20 vjeçari, e kanë goditur me grushta dhe me burg. Tani, goditje nuk besoj që ka ardhur thjesht momentale. Pra, duhet parë pak dhe nga elementet tjerë, pa diskutim. Ka elementet tjerë? Ose mund të kenë qenë në efektin e ndoshta dhënë narkotike? Mund të kenë qenë në çfarëdo lloj gjendje, por gjithsesi, marrja e narkotikëve apo fakti i alkoolit nuk i përjashton nga përgjegjësia penale, kurse si. Por, ky është një konflikt, përgjithësisht ne kemi diskutuar konfliktet e dobta. Atë që ti po thua. Atëherë, në momentin që kemi konflikte se cilat ndodhin për motive të dobta, janë konflikte të momentit, por jo kur kemi të bëjmë personi i cili ka një aftësi të kufizuar që nuk flet dhe nuk dëgjon. Pra si mund të konfliktohen këta dy persona? Domethënë është një rast shumë i veçantë dhe nuk e di se si mund të trajtohet dhe si do shikojmë dhe në vërtetueshmërinë nga prokuroria e rrethit Fier se si do thellohen këto hetime për rastin në fjalë. Gjithsesi, masa e arrestit që është marrë për 21 vjeçarin është marrë arrest me burg, për sa i përket personi tjetër i cili është një autor në gjendje pa ndehur normalisht, është marrë masa e detyrimit të paraqitjes, ose më pas do vendosen në riabilitimin në institucione të ndryshme në bazë dhe të ligjit. E drejt masa e sigurisë për 17 vjeçarin? Atëherë jemi të detyruar të zbatojmë ligjin. Se Fabioli po lufton me jetën, ë? Atëherë, ligji përsa i përket të miturve ka disa cilësi, sepse duke qenë se nuk janë madhor, normalisht duke bazuar te konvekta që folën pak më përpara, jep të drejtë dhe këtyre personat të cilët kryen vepra penale në moshë të mitur dhe riabilitohen në qendra të ndryshme ku pretendojnë që të ndërgjegjësohen përsa i përket këtyre veprave penale. Pra nuk mundemi ligjërisht që këto persona t'i çojmë në burg. Pra kjo është një kuadër ligjor që ne e kemi marrë dhe kemi integruar në sistemin tonë të brendshëm me detyra ta respektojmë. Dhe përsa i përket personat që kanë moshë minorene dhe ato që kanë maxorenë mbi 70 vjeç që gjithsesi kanë lehtësirat e tyre ligjore. Kur një minoren merret masa e sigurisë më e rëndë, ai arrestit të shtëpisë ose i arrestit me burg, kur në çfarë veprash penale? Se kjo vepër penale konsumuar, që besoj nuk është një, po janë disa, duhet të vërtetohet. Është shumë e rëndë. Po pra, duhet të vërtetohet kush ka qenë personi i cili ka qelluar në radh parë, sepse është bërë një goditje me gur, po nga kush? Sepse personi i cili është 17 vjeçar mund të qenë bashkëpunim në konfrontimin fizik dhe mbase jo në goditje në fatale. Pavarësisht pasojës që ka sepse në momentin që bëhen veprat penale në bashkëpunim, gjithmonë në momentin që bëhen hetimet shikohet dhe roli i secilit prej personave dhe kush ka qenë personi i cili ka dhënë goditje fatale. Sepse nuk mund të jetë e njëjta vepër penale për atë që bashkëpunon dhe për atë që është ekzekutor. Pra ka një ndërhyrës, ka një ekzekutor, ka një planifikues, pra veprat penale në bashkëpunim kanë disa element dhe masa e dënimit jepet në bazë dhe të veprës që ta kanë kryer dhe roli që kanë pasur në kryen e veprës penale. Kështu që gjithsesi do të parë në vazhdimsi se kush është personi i cili i ka dhënë goditjen finale. Gjithsesi, kjo është një vepër penale e cila kryhet për motive të dobta. Siç tham dhe sa më shumë që rëndohet shëndeti i viktimës në këtë rast, aq më shumë do të jetë masa e dënimit për personin që i ka kryer të veprën penale, sepse për sa i përket veprës penale, në momentin që jepet dënimi i caktuar me ligj plus dhe masat rënduese, të cilat në këtë rast e kemi masë rënduese se kemi një konflikt për motive të dobta. Qartë, pra ti gjën thua që duhet të mësohet motivi i kësaj ngjarje. Nuk ka një sulm të menjëhershëm siç po pretendohet në gjithë këto ditë, sepse duhet të dalin nga akoma 44 vjeçari për të treguar. Duhet të bëhen deklarimet dhe gjithmonë sulmet ndodhin në konfrontim. Dhe do të mundet ta deklaroj. Dhe problematika është, sepse zotëria, si tham, është dhe ti e përjashton që Fabioli njihet në qytetin e Lushnjës si një person me aftësi të kufizuar dhe bullizimi ka kaluar për masat e goditjes me grush dhe pastaj dhe goditjes fatale me gur? Okej, në deklarimet që janë bërë... Mund mos jesh një konflikt i çastit, e përjashton këtë mundësi? Mendoj që nuk ka qenë konflikt i çastit
për vetë faktin e vetëm, sepse si që thamë përpara, ishte një person pajtësor, një person i cili ishte dhe në muajin e Ramazanit. Mund të qenë në efektin e alkoolit, lëndëve narkotike, mund të mos ketë qenë vedishëm se çfarë po kryeni në eufori e sipër. Në atere, prandaj thash që në momentin e parë që duhet marr, ne po diskutojmë të dyja skenaret. Duke qenë se fakti që zotëria, e cili është viktima në këtë rast, është njeri pajtësor, jo konfliktual, dhe në mjedisin që në rrethues që ai një si njeri cili jepte suport dhe ndihmonte. S'kishte pasur asnjë moment bullizimi në bazë të deklarimit të dhënë nga EOMA. Por ky rast kaq domethënë ky lloj sulmi kaq i rënd dhe me këto lloj pasojësh fatale nuk besoj që ka qenë thjesht momentale. Këtë do të shkojmë gjithmonë veprën penale të dy aspektet. Gjithsesi, do presim hetimet e prokurorisë, të cilat besoj do thellohen goxha dhe më tepër, dhe duke marrë deklaratat e personave të cilët janë në statusin e personit në hetim në këtë moment, dhe që do arrit të përcaktohet se pse ka ardhur kjo vepër penale, nga kush ka ardhur dhe si ka qenë. Gjithsesi, sidoqoftë, çdo lloj gjë që të bërë zotëria, i cili ka dhe problematikën, nuk mundet kursesi që të ketë një lloj konfrontimi në këtë masë në cilën kemi bëjë dhe me rrezikun e jetës që ati i kanoset. Për mua kjo është një vepër penale plagosje rënd me dashje, e cila parashikohet në nenin 88 të Kodit Penal, paragrafi parë dhe mbështetet në nenin 25 të Kodit Penal. Dhe janë çdo veprim i cili kryen ndaj një personi për të sjellë gjymtimin, shëmtimin, cënon jetën e personit, dënohet me burg nga 3 deri në 10 vjet të burg. Dhe ne jemi përballë kësaj vepre penale. Do doja shumë të dija se si është vendosur dhe nga prokuroria, se si e ka kualifikuar këtë lloj vepre, po për mua jemi përballë kësaj vepre penale. Normalisht, siç thash, çdo gjë do duket në momentin që personi do dalë nga gjendje komës, se sa më shumë që rëndohet shëndeti i tij, aq më shumë rëndohet dhe masa e cila do të jepet për personin i cili është madhor dhe që është në masën e arrestit me burg. Shpresojmë shumë që prokuroria të bëjë të gjitha veprimet që duhen, që mos kemi një nga ato raste të cilat përgjithsisht ngelen të pazbuluara dhe personat të cilët kanë marrë dëmtime nuk arrin kurrësi të rehabilitohen siç duhen dhe autorët e veprave penale mbasi periudhës së caktuar dalin në gjendje të lirë. Sepse kemi vënë re që në shumë të rasteve kjo po ndodh. Duhet të parë në vazhdimsi se çfarë do thotë prokuroria e Fierit e Vis. Domethënë në këtë moment në fakt e paraprakje që ne kemi, kaq mund të arrijmë të analizojmë, do të shpresojmë shumë që të jepet një dëshmi nga personi i cili është viktima dhe ballafaqimi i cili do të bëhet për dëshmit e dy autorëve, sepse dhe në rastin e ballafaqimi gjithmonë dalin elementë të rinj, të cilët i shërbejnë vetë analizës veprës penale. E kuptoj. Megjithatë, do doja të merrja pak edhe mendimin e psikologës tonë klinike për sa i përket që individ të tillë në një moshë fare të re të shkojnë në një sulm brutal kaq të madh ndaj një 44 vjeçari, mund të ketë motive të fshehura, thot avokatja jon zonja Xheni Londo, por edhe mund të jetë një sulm brutal i momentit, fillimisht me bullizim dhe më pas me goditjet me grusha dhe nuk është mjaftuar me aq. Ndoshta kur tjetri nuk kundërpërgjigjet ti agravon edhe më tepër agresionin ndaj viktimës tënde. Është vërtet e Vis dhe kjo gjendje kaq agresive dhe kaq e rënduar psikologjike e të rinjve tregon që përtej një situate konfliktuale, të cilën shpesh gjykata e quajnë për motive të dobta, ka një bazë edhe më të thellë. Sepse unë doja ta nisja nga mënyra se si është paraqitur pra ky rast, është pritur jashtë, pra personi është pritur jashtë ambienteve të një institucioni kulti, të cilën ne mendojmë që kemi një lloj respekti dhe të mitur dhe të rinj të cilët nuk njohin më asnjë lloj kufiri njerëzor. Do thotë që gjendja e tyre psikologjike, niveli i agresionit të tyre është kaq i lartë sa në një situatë kaq të thjeshtë, të cilën nuk të tregon asnjë lloj konflikti drejt për drejt, të shkaktoj vrasje, sepse tentativa për ta gjuajtur me gur, sigurisht është e qartë që kuptohet që gjuajtja me gur do të thotë që niveli i dëmtimit është i qartë edhe pse realizohet. Pavarësisht sa i është kamerat e sigurisë është zbardhur që është qelluar me grushta dhe pastaj nuk janë mjaftuar me këtë, po kanë marrë edhe gurët. Po do të thotë që nëse ata e kanë pritur, pra diçka kanë supozuar me të dhe
supozimi është ose kanë dashur eliminim, vjedhje ose një konflikt. Patjetër që gjersa nuk janë tërhequr dhe kanë vazhduar insistimin e tyre për ta ndjekur dhe kur ai ka refuzuar dhe ka goditur me gur, do thotë që kanë patur një qëllim deri diku të qartë se çfarë do të bënin me personin. Sigurisht personat me aftësi të kufizuar janë persona vulnerabël. Dhe prandaj dhe ju me të drejtë kërkonit në analizën e këtij profili që a është bullizuar, apo është tallur, apo është vënë ai në lojë për shkak të aftësisë së tij të kufizuar. Dhe normalisht kjo nuk ka ndodhur. Pra do të thotë që diçka këta të rinjt kanë patur nëse nuk ka patur një konflikt. Pra nëse nuk ka patur një konflikt të drejtë për drejtë, sepse duke qenë person me aftësi të kufizuar, nuk krijon dot biseda konfliktuale tonë zërë. Do të thotë që është një ja, ka shfaqur edhe regjia në wallin qendror, pra personi që mban pankartën është 44 vjeçari dhe dy të rinjt duken në foto që janë persona të cilët e kanë njohur më parë, të paktën 44 vjeçari se njihet nga i gjithë qyteti i Lushnjës. Këta janë dy të rinj të cilët janë dhe agresorët e Fabio Lysit, i cili del nga xhamia në një muaj të shenjtë siç është muaji i Ramazanit, ka ngrënë edhe iftarin, ka bërë gjithë ritualet në xhami dhe nuk e dim se kush ka qenë qëllimi i këtyre të rinjve që shfaqen në foto. Ja kush është 20 vjeçari dhe 17 vjeçari. E shikojmë nga fotot edhe diferencën me viktimën e tyre. Pra, që këtu duhet kuptuar se çfarë ka ndodhur. Janë profile të cilat kërkojnë në një farë formë të tregojnë pushtetin e tyre, të tregojnë që janë të fortë, të fuqishëm, edhe elementi në cilën tregon muskujt edhe puroja. Gjithashtu është një element që tregon elemente burërie. Pa tregon që ky lloj imazhi i djemve të pushtetshëm, i djemve që janë të fortë, i bën që të merren me persona të cilët janë të pamundur për të mbrojtur veten e tyre saç pretendojnë këta dy të rinj. Sigurisht prandaj thash që niveli i tyre i agresivitetit është rritur në kushte të tjera, sepse ne nuk e kuptojmë me vis në fakt që jemi shoqëri zinxhir. Që nëse këta të rinj mund të jenë vënë në lojë për shkak të burërisë së tyre në kontekste të tjera, dhe fillojnë dhe e zbrazin burërinë të tyre në një kontekst të një personi i cili është me aftësi të kufizuara, pa tregojnë se sa e varfër është shoqëria jonë për t'i dhënë një mashkulli apo një burri imazhin e duhur se çfarë do të thotë të kesh vlera të larta njerëzore. Pra kjo është ajo që shpesh ne e shohim tek të rinj, pra që nuk kanë më vlera njerëzore, pra nuk respektojnë besimin, nuk respektojnë aftësinë e kufizuar, nuk respektojnë që një person nuk mundet, është vulnerabël dhe ti insiston. Pra ky insistimi që ti nuk po merr atë çfarë do, pikërisht është niveli i lartë i agresivitetit. Çfarë mund të ketë dashur këta dy të rinj, një 17 dhe 20 vjeçar, përveç muskujve që ne i pam edhe në foto apo konsumimit të cigareve puro, një 17 vjeçar që shfaqet edhe në foto, çfarë mund të kenë dashur ndaj këtij 44 vjeçari që përveç asaj pankartës për të drejtat e tij si person me aftësi ndryshe kërkon nga shteti shqiptar. Çfarë mund të duan ndaj një njeriu të tillë? Shpesh të rinj bajnë disa qëndrime edhe ekstremizme ndaj personave që kanë aftësi të kufizuar. Sepse ne shpesh, duke qenë një kulturë e cila nuk e njohim të drejtën ndaj aftësisë së kufizuar, mendojmë që këta janë njerëz që nuk meritojnë asnjë lloj kontributi në shoqëri. Dhe duke i dhunuar, duke i përbuzur, duke i diskriminuar, duke quar edhe në kufijt e jetës dhe vdekjes, mendojmë që kemi quar deri në fund një të drejtë që u takon vetëm njerëzve që kanë një aftësi të plotë dhe njerëzve të tjerëve nuk u takon. Dhe kjo është shumë e vështirë dhe e dukshme në kulturën tonë që personat të cilët janë inferior, që janë vulnerabël, që nuk munden për shkak të shumë arsyeve, sa mos për aftësinë
e kufizuar, ne jemi shoqëri tepër ekstremiste në raport me të drejtat që ata kërkojnë për të jetuar në këtë lloj kulture të cilën nuk e kanë zgjedhur ata. Të dy agresorët në fakt si Enea Koreshi dhe Irgin Asufi janë shumë të rinj në moshën e tyre. Pra, ne duhet kuptojmë pak që përveç këtyre të rinjve kanë edhe familje nga pas tyre. Sidomos 17 vjeçari që u shpreh dhe zonja, ja një familjen kanë qenë dikur në një lagje që ende jemi larguar ende pa lindur pikërisht 17 vjeçari, njihemi familjarisht dhe askush nga familjet nuk është interesuar si është jeta e këtij 44 vjeçari, se edhe në këto momente që flasim ai po lufton për jetën, po mundohen dhe po tentojnë mjekët e spitalit të traumës për ta zgjuar dal nga dal, se nuk e dim se si mund të reagojë. Pikërisht ky është efekti i kulturës, pra mungesa e empatisë se nënës së një të miturit që ka bërë një vepër penale ndaj një nëne që vuan, pikërisht tregon se ky lloj agresiviteti, ky lloj diskriminimi që ne i bëjmë aftësisë kufizuar, pikërisht i ka rënjët më të thella. Pra është, së të thuash, e kultivuar në sjelljen dhe në qëndrimin tonë më herët. Pra ne mendojmë që këta persona nuk kanë të drejta, nuk kanë të drejtë të kontribojnë në shoqëri. Se ideja është që çfarë familjet e këtyre dhe prindrit e këtyre dy të rinjve kanë parë muskujt e njërit edhe puron e tjetrit, besoj. Kanë ditur se kush janë djemtë e tyre. Sidomos nënat, por në rolin edukues janë dhe baballarët, se gjithmonë themi nënat, por kemi edhe baballarët, kanë rol aktiv, po aq sa edhe nëna në edukimin e fëmijëve. Këtë quajmë ne figurën më të mirë të mundshme të burërisë, pra të një djali si duhet të jetë. Pra me këto lloj elemente dhe me shumë elemente të tjera. Ndërkohë personat e kësaj natyre nuk kanë të drejta, sepse nuk i kanë këto karakteristika. Dhe pikërisht kjo është kultura e cilën vjen gradualisht dhe na justifikon këto lloj niveli agresiviteti, sepse ata janë vetë ndoshta të bullizuar. Ti thua që të dy djemtë mund të kaluar në faza bullizimi. Patjetër, në fillimet e adoleshencës, pjesa më e madhe e djemve kalojnë në këtë lloj agresiviteti për të mbijetuar kush është më burrë. Dhe pastaj kthehen në bullizues. Patjetër, pastaj ata gjejnë viktima të tjerë. Pra dhe sigurisht aftësia e kufizuar është një nga po themi figurat njerëzore të cilat kërkohen që të shkarkohet apo të shfryhet ky bullizim. Megjithatë, kjo nuk i përjashton që familja e të dyve të paktën të ketë një lloj empatie që me sa duket në shoqëri nuk po ekziston më. Kjo mungesë empatie sigurisht na vë më shumë në gjendje alarmi, se këta janë të mitur, të rinj, të cilën sigurisht e kanë marrë diku këtë lloj modeli, dhe të rriturit e kanë përgjegjësinë më të madhe që tregojnë, pra mungesa e empatisë së të rriturve tregon që ne jemi indiferent ndaj personave që kanë nevojë, që janë vulnerabël ose që nuk janë në nivelin që ne mendojmë në shoqëri. Dua ta kaloj pak tek Gjeni, tek empatia dhe mos interesimi i familjes së këtyre dy personave apo vetë personat në lidhje me gjendjen shëndetësore si në spitalin e Lushnjës ashtu edhe në spitalin e traumës. A duhet të ishte parë kjo, se janë hapur thash edhe një herë kamerat e sigurisë që gjykata ka dhënë pikërisht ato masa sigurie. Kjo i vlen dhe masës së dënimit e cila do të jepet, se në momentin që kemi një pajtim konfliktesh i cila ndodh midis familjeve apo interesim për shëndetin e viktimës, në këtë rast kjo ndikon shumë dhe në procesin gjyqësor, dhe këtë duhet ta dimë prindrit e këtyre dy adoleshentëve, e njëri për adoleshentëve sidomos. Në fakt, verba penale me të mitur sa vinë dhe shtohen, dhe kjo tregon që shoqëria shqiptare ka një problem goxha të madh. Një problem shumë i madh i cili vjen nga neglizhenca familjare. Domethënë, është rritur ajo ideja që duhet të jenë të pavarur fëmijët, por jo. Ne po shikojmë që sa më shumë të japësh pavarësinë dhe sa më shumë ta neglizhosh fëmijën, ata kthehen në kriminalet e ardhshëm. Duhet patjetër që vlera e familjes të mbrohet dhe nuk duhet neglizhuar. Ne na merr jeta, na merr rutina, përgjithsisht stresi, puna dhe harrojmë që në fëmijës duhet në fillim në darkë duhet themi si shkoi dita sot. Çfarë ndodhi sot? Dhe kjo tregon që ti këtë fëmijë e ke në mikëshyrje, sepse 17 vjeç je akoma minorend, je akoma në veprimin e familjes, pavarësisht se me ndikimin e familjes do jemi gjithë jetën. Po të paktën deri në atë moment ne e duam patjetër rolin e babait dhe të nënës në jetën tonë. Neglizhenca familjare është ajo që ne na ka sjell me fëmijë problematik dhe vetë fakti që janë në një moshë adoleshent, ata bëhen dhe rebel ndaj ligjit.
e kanë dhe si mburrjen midis tyre kur ata thyen ligjin dhe kur kryen vepra penale, ndoshta dhe shkelje administrative, që është një tejkalim shpejtësie apo diçka tjetër. Pra, përgjithsisht është kjo efekti moshës, po dhe efekti neglizhencës, mendoj, i cili janë dy probleme kryesore të shoqërisë tonë dhe që po na nxjerrin elementët dhe kriminalitetin kaq të madh këtë miturit. Ti thua që zbardhja e kamerave të sigurisë dhe dinamikës së kësaj ngjarje ka bërë që gjykata të marrë një vendim duke parë rolin e gjithë secilit në agresionin e 44 vjeçarit. Patjetër, sepse gjendja e 44 vjeçarit është shumë e rëndë në këto momente. Gjendja është shumë e rëndë dhe ne duhet kishim masa të tjera sigurie, besoj, të paktën për 17 vjeçarin. Masa të tjera sigurie nuk merren ndaj 17 vjeçarit, sepse siç tham kanë dalime ligjore. Nuk mundet as prokurori dhe as gjykata të marrin mas arrest me burg. Pra këtë gjë nuk mund ta bëj. Përse përket 21 vjeçarit... Po kemi pasur edhe raste të tjera që kemi çuar edhe në masa të tilla. Dhe mos harrojmë që është edhe rasti i Martin Sanit në shkollën Panoli. Po pra, ka qenë personi direkt autor. Në këtë rast është bashkëpunëtor në veprën penale dhe bashkëpunimi varet nga shkalla. Pra siç thash, vetë sekuestrimi i kamerave të sigurisë i kanë dhënë peshën 21 vjeçarit, sepse ka qenë personi i cili ka ushtruar më shumë forcë, është personi i cili ka bërë dhe goditjen fatale, ndërkohë që ndoshta djali i mitur ka qenë ndoshta personi i cili ka pas një rol më të vogël në kryen e kësaj vepre penale. Dhe kjo besoj është marrë parasysh nga prokuroria. Por gjithsesi duhet parë deri në momentin që do zgjohet nga akoma zotëria për të ditur se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Gjithsesi, bashkimi dhe ballaveqimi i dëshmive nxjerr gjithmonë elemente të ndryshëm, kështu që shpresojmë që të dalë element për të përcaktuar këtë vepër penale dhe për dhënë dënim merituar. Dhe dalja nga akoma 44 vjeçari dhe zbardhja të paktën sipas asaj mundësie që do ketë ai për të treguar dinamikën, nuk besoj të rëndoj pozitën ligjore të 17 vjeçarit. Nuk e beson këtë gjë. Nuk besoj sepse në qoftë se personi do ishte, siç thash, ekzekutor direkte në këtë vepër penale, atëherë do ishte në gjendje arresti. Ndërkohë që personi 17 vjeçar nuk është në gjendje arresti. Dua të shkoj tek Eksena se jam drejt fundit të pjesës së dytë, sepse në pjesën e tretë do kemi mundësi të ndjekim edhe një herë dëshminë e nënës së Fatbarda Ysit. Përpara se t'ju falenderoj, a do mund të 44 vjeçari i cili po lufton me jetën, po mundohen mjekët për ta nxjerrë nga koma, do tentojnë ta zgjojmë dhe ne nuk e dimë rikuperimin deri në ç'fazë do arri 44 vjeçari. Por ne ja shpresojmë dhe ja urojmë shërimin sa më të shpejt dhe lutemi për këtë gjë. Mundet ta zbardhë ai dinamikën pavarësisht aftësive të kufizuar që ai ka? Do të mundet dot? Vështirë Revis duke referuar dhe asaj çfarë tha nëna në historikun e sëmundjes së tij, që vetëm në kokë jo. Sigurisht është ajo pjesë e trupit që nëse goditet në pson trauma, sigurisht ka pasoja të mëdha dhe afatgjat, dhe sigurisht është e vështirë dhe në kushtet e aftësisë të tij të kufizuar bëhet edhe më e vështirë, sepse ti nuk e di pasojat neurologjike që truri pson nga kjo goditje. Goditjet janë në fakt një nga gjërat që ne kemi shumë frikë nga goditjet që merr truri, sepse sigurisht dëmtojnë disa nga funksionet neurologjike. Kështu që shpresojmë që Fabio Lysi, 44 vjeçari që as nuk flet dhe as nuk dëgjon, t'ia dalim ban, të mbijetoj këtij sulmi brutal që këta dy të rinj, 20 dhe 17 vjeç, kryen ndaj tij ditën e njëjtë me 20 mars, kur sapo kishte dalë nga xhamia e qytetit të Lushnjës. Ju falenderoj të dyjave në këtë studio që ishit prezent ditën e sotme. Dalim në hapësirën e dytë publicitare, në pjesën e tretë linja do të shkojë për regjin. Do rindiqni edhe një herë për gjithë ju që keni humbur se çfarë ka thënë nëna e 44 vjeçarit për emisionin Me Zemër të Hapur, intervistën e plot. Bashkë ndahemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Zonja Fatbarda, përshëndetje. Po, Elvis, përshëndetje. Në radhë parë duam të dim si është gjendja e Fabiolit, sepse jemi live dhe drejt për së drejti nga Spitali i Traumës. Gjendja është e rëndë. Nuk ka shu, akoma reagimi nuk ka bërë, akoma. Sot pyetëm mjekën dhe do bëjmë veprimin e zgjimit. Të shohim tani se çfarë rezultati ka. Jemi pak ditë pas ngjarjes dhe nga Lushnja ai është transportuar në mos gaboj ditën e premte drejt Spitalit të Traumës. Jo, te inte në darkë me njerë.
Tente në darkë. Ju dha ndihma e shpejt, po, ju dha ndihma e shpejt. Ju dha ndihma e Qof nga shpejt. policisë, qof nga mjekësia, po. Qartë. Ju dha ndihma e shpejt. Qartë. Për një orë ne erdhëm në Tiranë, po. E qartë. Ju vetë, zonja Fatbardha, si e mësuat ngjarjen dhe ju lutem regjia ngrim pak zërin në studio, po. Më mori një mikesha ime, shoqja ime ngushtë, e kishte parë se ai djali, një pisaj e kishte e parë fëmin të rënë në rrugë, e kishte kthyer përmbys, e kishte parë fëmin dhe kishte lajmëruar policinë me gjithë spitalin. Po. Ambulancë. Dhe në atë po unë isha në shtëpi të e prisja, dhe ajo shoqja më bën bisedë. Më thot, ku e ke djalin? Unë i thash është në xhami. Dhe pastaj më tha mua djali është në spital, e ka ngoditur. Unë nisa drejt në spital pastaj, e pash gjendjen e djalit. Po. Gjendje të rënd. Mjekët i bën skanerin aty, Po. e pa reagimin se kishin edhe policia e dinin se mos kishte bërë aksident në një makinë, e ishte përplasur. Qartë. Pastaj bën skaner dhe pa rezultati ishte i goditur me gur. E qartë. Gjendja me të cilën ti u përballe në momentet e para në spitalin e Lushnjës, kush ishte? Ti e the me pak fjalë, por do donim të dinim diçka më shumë, ndjesia e nënës. Jo, mjekët biles më lanë brënda, po merreshin me skaner, se kishte hemoragji nga goja, i përplasti me ushqim, domethënë ishte hemoragji që nuk e përmbladesh. Nuk mundet ta ndalonin. Pra, ishte një hemoragji të cilën nuk mundet ta ndalonin. Ta ndalonin hemorragjin nga goja, të smershme. Kur pe djalin në atë gjendje, çfarë mendove? Unë isha vija vetëm të vija të merresh masa që ta sjellja këtu te spitali ushtarak me një. Po e thanë edhe doktorat e nisën vetë. Pa më pyetur mua fare, e nisën vetë. Morën doktorin reanimator, 2 infermierët, mjeku tjetër e nisën. Unë si fare. Pra që në spitalin e Lushnjës, Fabioli do me thënë ka qënë jo koshient. Jo koshient, jo koshient. Po, gjithsesi, ju vetë si familje, ti si nën, mendove se çfarë mund të kishte ndodhur? Jo, nuk e, në një aksident, ashtë në njëri, në një përplasje, në një, nuk e parafitur. Asnjë mjekët nuk e konstatonin dot. Pra, edhe mjekët nuk e konstatonin që ishte sulm, por menduan se ishte aksident. Po, aksident me makinë, po. Por, gjithsesi, ju e kuptuat në fakt, sepse shoqja juaj ju lajmëroi dhe ju pyeti ku e keni djalin, apo jo? Po, ku e keni djalin, unë im thash në xhami. Për sa kohë shkonte Fabioli në xhami? Shkonin çdo ditë ata, shkonin bënin syfyrin, hanin syfyrin në bazite. Hanin iftarin bazite, sa ka qenë ora ditën e njëjtë? Hanin atje iftarin, po, hanin atje, po. Sa ka qenë ora? Ora ka qenë 8:20. Po rinë ata, grup atje, një 20 veta, pinojnë kafe në një gjë, dhe ai kishte dalë vetëm. Ata tjerët pasaj kishin dalë më mbrapa. Personat që e kanë goditur. Po, personat që kanë goditur 17 dhe 20 vjeç. Njiheshin me Fabiolin? Po, ku e di unë shketa? Pa, ata janë adolescent, shneha i me ta. A i zbesh me ta fare. A i më tepër rinde me këta. Të gjamisë ose me shokët e vetë. Ju vetë i njinit këta 2 persona? Jo, asnjë nuk njoh, vetëm familjen e atit me mbiemër Korreshi e njoh si familje, po atë tjetrin nuk e njoh si familje, jo. Pra, ata nuk janë në një lagje me ju, të 2 personat? Jo, kemi ikur nga jo banesa e vjetër ne, ata janë lagjen tonë, Skënderbeu. Unë kam ikur në banes tjetër tani. Sa ku keni qeni larguar nga jo lagje? Sa ku keni... Kemi 18 vjetë, a i djali s'ka lindur fare, kemi 18 vjetë, me gjyshin e ti kemi qenë lagjen atë. Nuk e kemi njohur. Këta 2 persona që kryen sulmin, kanë qenë pjesë e xhamisë që frekuentonte dhe Fabioli? Jo, nuk ka qenë, nuk ka qenë pjesëmarrës, jo, nuk kanë qenë. Pra, Fabioli bante Ramazan, apo jo? Shkonte çdo ditë në xhami dhe konsumonte dhe iftarin në xhami, apo jo? Po, atje konsumonte. Unë i bëja pasaj për ditën tjetër në mëngjes. Mbas iftarit, ai besoj se qëndronte në xhami, bënte ritualet e tij, bënin edhe bisedat brenda xhamis, gjithçka që duhet jetë brenda një muaji të shenjtë siç është muaji Ramazanit, dhe ka qenë duke dalë nga xhamia. Ku konkretisht në Lushnjë? Ma thuaj pak. Ku konkretisht? Në Kryqëzimin. Mund t'jetë xhamia 100 metër larg.
është në Ka kërkizimin e qenë i rrugës. vetëm, Fabioli, ka qenë i vetëm? I vetëm. Ata tjerë ndejtën larë dhe edhe ata u prekën, si e lam djalin vetëm ta. Pa i iku ta, na i bëri me dorta dhe iku ta. Ta natën e mirë dhe iku ta. Këtë ritual kishte çdo ditë Fabioli? Pra që shkëputej nga xhamia ishte i vetëm? Nuk e di ditë e tjera, se a ishi rritur, e komandon veten. Nuk është se komandon. Kush është problemi, zonja Fatbardha, që Fabioli ka? Ai nuk dëgjon dhe nuk flet? Po, nuk dëgjon dhe s'flet, po. Ka kryer besoj edhe shkollën përkatëse për persona dhe individ të tillë. E ka kryer shkollën? Kemi një probleme sa duket me këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Spitali i Traumës me nënën. Po na marrin telefon, prandaj pengohet telefoni, mos u mërzit. E qartë. E kuptojmë, por duhet në fakt edhe regjia të kishte rekomanduar që të mbyllim të paktën gjatë kësaj lidhje të gjitha thirrjet që vinë në telefonin tuaj. Atëherë, zonja Fatbardha, e ka mbaruar shkollën për persona të tillë që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë? E ka mbaruar këtu në medreseja. Po, deri në çfarë klase e ka mbaruar Fabioli? Në klase 8 mbarojnë, 8 vjeçare mbarojnë. Ka mbaruar 8 vjeçarin dhe nuk e ka çuar më tutje shkollimin e tij. Jo, po s'ka patur, nuk ka patur këtu kene. Okej. Nuk ka këtu shkollë. Dhe prej vitesh ju thoni vërtet nuk fliste dhe nuk dëgjonte, por ishte i aftë të menaxhonte jetën e tij normalisht. Po, normalisht, po. Është i aftë, lëviz, nuk ka probleme të tilla. Çfarë qëllimi kanë pasur dy personat përkundrejt djalit tuaj? Ka pasur një konflikt, çfarë thonë dëshmitarët? Ka dëshmitar në këtë ngjarje? Nuk e di, ne konflikti me ta, ka dëshmitarët, asë një konflikt. Qa konflikti do ke? Do ta ke mbullizuar, do ke ngatmuar ata, kush e di? Nuk mundet ta të Po si arritën në një sulm të tillë? Mundet të kundër përgjigjet Fabioli ndaj bullizimeve kur nuk fletë, nuk dëgjon? Jo, nuk është përgjigjur. Se po t'ishte përgjigjur, do ishin vrarë ata, do ishin goditur, do ishin me gjak, do ishin me... Nuk është përgjigjur. Po si ka mundësi një sulm i tillë, me përmasa kaq ekstreme? Elvis? Po, të dëgjoj. Si ka mundësi, sipas juve, si familjar që jeni, si ka mundësi që të ndodhi një sulm me përmasa të tilla? Kush e di si element ata, si dim... Atë do pyetur të shkolla, policia le të pyesin në për shkollat, në për institucionet, si janë ata fëmijë. E qartë. Si janë ata fëmijë? Urdhë. Ju thoni pra që është policia që duhet pyesin në për institucione, 17 dhe 20 vjeçari frekuentojnë në shkollë? Patjetër, të shikoj si gjithë në shkollë, si përgjigjet ai fëmijë, si rregullon, si vete, si bëhet me shokët. Mendon se këta dy persona shkojnë në shkollë, i mendon seriozisht këtë gjë? Po, njëri po, është vit 2 gjimnaz. Njëri është në vit të 2 gjimnaz, 17 vjeçari besoj. Po, atë tjetër nuk e di, nuk të gënjej. 20 vjeçari nuk e dini. Po, nuk e di se s'ka marrë, nuk e kam.